Hello, 1, 2, 3, 4, si dëgjohem. Ore, duke folur lart e poshtë për gjëra të ndryshme, ne kemi harruar që po fillon Big Brother i parë VIP që bëhet në Shqiptari. Po nis Kosova, më pas do të jetë Shqipëria. Nuk kemi bërë ende një parashikim të emrave që mund të jenë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Por unë kam dëgjuar lart e poshtë nga miqt që kam në Prishtinë, dhe vetëm Prishtinë, po qytetet, në gjithë qytetet dhe zonat e Kosovës, dhe disa emra më kanë ardhur në vesh, si për shembull Zafina Ismaili. Do të ishte big deal për të qenë në Big Brother VIP Kosova. Arbenita Ismaili, big deal. Për këtë do flas sot, po më parë sigla e thjesht për një emision modest. Unë përmenda dy emra që lën nga goja, por ka dhe disa të tjerë që do thoni ju nuk i nje as nëna e vetë. Nese, let nisim me njëherë për t'ju sjellë tek ju atë që zogu Pushverd na e tha, dhe lajmi ka ardhur nga një zog që jeton në zonat e Kosovës. Mirë, shpresoj që t'jenë lajme të besueshme, megjithatë unë do të ndaj me njëherë tek ju emrin e parë që është Diona Fona. Ju thët gjë? Unë e googlova. Bëhet fjalë për një vajzë shqiptare të lindur në Angli. Ajo ka mbledhur nga fama e saj dhe nga puna e saj, ku lexova që është këngëtare, të them të drejtën, nuk është se ja njoh diskografin dhe i kërkoj ndjes për këtë, por jam dhe unë i limituar, kam mbetur akoma të disa emra, jo Tajna, jo Ledri Vula, bla bla bla. Është këngëtare, 24 vjeçe, lindur në Angli, dhe ka mbledhur nga fama e saj plot 181.000 ndjekës. Ky është emri i parë që po përflitet në kafenet ku mblidhen gazetarët e showbizit dhe jo vetëm aty në Prishtinë. Por kemi edhe një emër tjetër. Zafina Ismaili. Zafina Ismaili gjithmonë është thënë motra Adelina Ismailit, por Zafina Ismaili ka bërë karrierën e saj, emrin e saj. Mjafton vetëm emri Zafina Ismaili dhe mbrapa më vjen historia. Këngët e saj ka performuar në Kosovë, ka performuar në Shqipëri, ka performuar kudo. Ka qenë gjithmonë motra e vogël e Adelinës. Ka qenë pak a shumë si një Era Istrefi e Nora Istrefit. Një vajzë shumë simpatike, ka shumë histori për të rrëfyer, do të ishte një kënaqësi e madhe për ta patur në Big Brother VIP Kosova, sepse jo vetëm kaq, por Zafina Ismaili do bënte që në një moment surprizë t'i bënte motra e saj. Imagjinoni pak Adelina që i bën surprizë Zafina Ismailit, janë dy emra që kanë bërë histori, aty fillon mbaron spektakli, kështu që atë natë ka të shitur bigu i Kosovës, suksesi garantuar.